Përmbytje dhe mungesa e energjisë elektrike ka qenë panorama e dieshme për qytetin e Gjirokastrës. Moti keq me rreshqe të dëmtura shiu ka shkaktuar probleme të mëdha për qytetin e Gurt, ku ka patur bllokim të rrugëve, ndërkohë në disa pjesë edhe shkarje dherash. Sipas Bashkiakut Flamurbime, situata paraqitet problematike në disa lagje, si pasojë e daljes nga shtrati e 5 përrenjve që përshkojnë këtë qytet, si dhe në rrugën nacionale Virua-Gjirokastër për shkak të daljes nga shtrati të Lumit Drino. Në pikën e Virojit si asnjëherë tjetër, rruga nacionale ishte njësh me ujin e liçenit, duke bërë të pakalueshëm këtë aks. Po sipas tij, nëse moti i keq do të vazhdojë, kjo situatë do të pasohet nga probleme më të mëdha. Natyrisht rreshjet e vazhduara gjatë ditës së sotme, po sidomos rritja e intensitetit në mbasdite ka krijuar problematik në qytetin e Gjirokastrës, për sa i përket të 5 prenjve, po dhe të rruga nacionale Virua-Gjirokastër. Natyrisht rrugët pothuajse në tërë qytetin për moment u kthyen në prenj dhe në lumenj, kështu që gjithë forcat, pra policia së bashku me forcat e komunales, me prefekten, me pjesë tjera të rëndësishme, me zjarfikset që siç i shikoni janë prezente edhe këtu, janë ngritur në këmbë për të përballuar gjithë situatën. Natyrisht është një moment shumë i vështirë, ne shpresojmë që rreshjet paksohen, nëse ato do të vazhdojnë me këtë intensitet, kuptohet që do të kemi probleme me të cilat do të merremi në vazhdimsi dhe do t'i ndjekim gjatë gjithë natës dhe nesër kuptohet që në mëngjes. Edhe për prefektin e qarkut Gjirokastrës Zamir Arami, situata paraqitet problematike veçanërisht për rrethin e Gjirokastrës, ndërkohë që në rrethin e Përmetit dhe Tepelenës ka patur vetëm bllokim të rrugëve për shkak të rrëzimit të pemëve. Po sipas saj janë marrë të gjitha masat për të përballuar këtë situatë, fal dhe bashkëpunimi me struktura të tjera përkatëse për emergjencat civile. Siç e shikoni, jemi në teren, gjithë Komisioni i Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile është në teren, gjitha institucionet janë pjesë e këtij komisioni, sigurisht që edhe njësia vendore bashkë me kryetarin e bashkisë janë në krye të kësaj vështirësie që paraqitet këtë problematik në këto rreshje kaq të dëndura, sidomos në qytetin e Gjirokastrës. Rrethet Tepelen dhe Përmet nuk kanë ndonjë problematik të madhe, disa zënje të vogla të rrugëve nga rënja e disa pemëve. Gjej rastin këtu të falenderoj gjitha burimet njerëzore që janë në këtë momente në teren, në ato rrugë problematike që mund të sqaroj edhe më mirë kryetari i bashkisë. Kemi marrë masas bashkë me policinë e qarkut të Gjirokastrës që të kemi një bllokim momental të rrugës nacionale në hyrjen e qytetit të Gjirokastrës për shkak se paraqet rrezikshmëri në lëvizjen e automjeteve. Unë shpresoj dhe dëshiroj që mos kemi një intensitet kaq shumë të madh saq është paraqitur deri tani të rreshjeve të shiut, por me sa duket moti nuk është me ne sot. Jemi në gatishmëri të plotë, jemi në teren dhe shpresojmë që do përballojmë çdo situatë sado e vështirë që të na paraqitet. Mungesë energjisë elektrike, rrugë të pakalueshme, toka të përmbytura, është një panoramë që përsëritet vazhdimisht në Gjirokastër. E çuditërisht, të gjitha autoritetet flasin për masa të marra pikërisht atëherë kur kjo situatë del jashtë kontrollit. Видите, твой чайник.
qa do ikim? Në qa do ikim? A, na presin edhe?